Ndonse është mbyllur zyrtarisht sezoni veror I turizmit, vendi ynë vijon të thith akoma vizitor. Ky është një grup turistësh që kanë zgjedhur të vizitojnë Shqipërinë në një mënyrë të veçantë. Të mbledhur nga vende të ndryshme të botës, ata kanë vendosur të pedalojnë në rrugët e Shqipërisë për të njohur më shumë me vendin tonë. Ky grup përbohet nga atletë që vijnë nga Singapori, Kina, Tajvani, Zelanda e Re, Amerika e të tjerë. Min Fong nga Singapori thotë se jo vetëm atij, por të gjithë grupi që shoqëroni ka pëlqyer shumë Shqipëria. Ai shprehet se këtu ka gjetur njerëz shumë të sjellshëm, ushqim të shijshëm dhe natyrë mahnitëse. We're from all over the world actually. Ne jemi një grup shokësh nga gjithë bota, jemi atletë nga Kina, Tajvani, Zelanda e Re, Amerika, Singapori e të tjerë. Jemi njohur nga punët e përbashkëta në Azi dhe duke vozitur me biçikletë. Ne zhvillojmë udhëtime të tilla prej 33 vitesh tashmë. Jemi në Shqipëri prej 7 ditësh dhe nesër është dita e fundit. Momentalisht po kthehemi për në aeroport për të kthyer në shtëpi. Rrugëtimi ynë filloi nga Tirana, vazhduam ndërmjet maleve dhe përfunduam në kufimin Maqedoninë e Veriut. Një nga antarët e grupit ka qenë në Shqipëri më përpara dhe e ka pëlqyer shumë. Sipas rekomandimit të tij, ne erdhëm për të vizituar Shqipërinë. Këtë vit ai organizoi udhëtimin. Ne çdo vit shkojmë në vende të ndryshme. Dëshira jonë është që të vizitojmë një vend që nuk është shumë turistik, e jo shumë I prekur dhe nuk është shkatëruar nga turizmi. Po e shohim progresin që po bën Shqipëria për të masivizuar turizmin me të huajt. Ne nuk e prisnim që Shqipëria të ishte kaq shumë e zhvilluar. Kemi mbetur të habitur kur kemi mësuar historinë tuaj. Shqipëria na pëlqen shumë, njerëzit këtu janë shumë të sjellshëm dhe ushqimi I shijshëm. Sigurisht, do të kthehem edhe ndoshta kësaj radhe me familjen time. I think I have no problem bringing my family back here. Terreni I Virgjër Malore, rrugët panoramike që ka qarku Dibër kanë tërhequr shpesh turistë të aventurës që lëvizin me biçikleta, motora apo bëjnë edhe hiking.